Fatura totale e papaguar që i detyrohen qytetarët e Elbasanit ndërmarrjes së ujësiellës kanalizimeve vazhdon të thellohet. Janë 450 milion lekë të reja fatura të papaguara nga abonentët familjar dhe ato privat, shifër e cila rëndon buxhetin e kësaj ndërmarrje. Këtë shifër e deklarojnë drejtues të ndërmarrjes së ujësiellës në Elbasan, në një kohë kur kanë vendosur të ndërpresin furnizimin me ujë për të gjitha debitorët e kësaj ndërmarrje. Përgjegjësi i shërbimeve pra ndërmarrjes së kanalizimeve, Elsit Zyma, deklaron se ndërmarrja ka nisur një aksion për ndërprerjen e shërbimit dhe çdo ditë duke nisur që nga kjo fillim jave, ndërpritet ujë i pishëm për 60 familje. Ky aksion do vazhdojë deri në përfundimin e gjithë lidhjeve të palishme dhe i bëjmë thirrje të gjithë qytetarëve që të likuidojnë faturat e ujësiellësit, se përndryshe që të gjithë do mbesin pa ujë. Debitorë janë 40% pothuajse dhe themi që brenda këtij viti ti çojmë në zero. Dhe ky aksion do vazhdojë pafund. Pjesë e debitorëve janë edhe shumë institucione shtetërore në Elbasan, që pjesa më e madhe e tyre nuk e kanë kryer pagesën për shkak të neglizhencës. Mësohet se në një aksion të dytë që do të realizohet shumë shpejt, në fokus do të jenë pikërisht këto institucione.